sfidus, e kom marrë, e kom analizu, e kom mendu, a muj me bë, as muj me bë. Edhe kom thonë, okej, po rrezikoj, sepse kam qef gjithmonë se cilin rol me provu dhe thash, okej, po e provoj edhe rolin e prostitutës. Qyshe ke gjetë vetën, a ke mujtë me hinë rol, a ka qenë e vështirë? Ka qenë shumë e vështirë, normalisht se pak e ngurtësume, se nuk më isha mi bo lëvizjet aty mrena, tani kanë qenë 3 puthje që i kom bo mrena në skenë, këtë shfaqje, edhe normalisht jem konë pak e ngurtësume, derisa regjisorja dhe ka bërtita, ja bëne, ja mos e bën heq, e ma ndej që aty mua. E bone. Se du vish me bërtit. Edhe që aty po, i thash, okej, se po e bëje edhe qaj pjesë ka qenë shumë e mirë që u realizu, edhe ma ndej shfaqja dulë shumë e mirë. Shumë po me intereson kjo pjesa jote personale, tash kur e ki një rol të tillë që e ki këtë dileme na me bo, a mës me bo. Çka është ajo që e ki pikpyetje para gjykimi i ndjekësve, i shikuesve, i prindve, i familjes?